artisti i popullit Albert Veria. Ju falenderoj me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Jeni spektator të mrekullueshëm. Dhe në emër të gjithë artistave, të skenës dhe të ekranit, ju përulem me shumë respekt. Çdo kush në momentin kur ka një mysafir, dhe sidomos kur ai është kaq potencial, kaq magjik, kaq i mrekullueshëm, është hera e parë që takohem me artistë skenës, legjendave themi gjithmonë profesor. Janë ata që i kemi adhuruar me shumë pasion, me shumë dashuri, janë idhuj që ne kemi ndërtuar për të arritur atë që të shkojmë te publiku, të paktën, të themi, me 50% të asaj magjia të suksesit që kanë prodhuar këta artistë të mëdhenj. Janë shumë role dhe karaktere, personazhe që ju keni luajtur, ju i keni sistemuar dhe dini shumë mirë, por unë për kënaqësinë e publikut në sallë dhe telespektatorit kemi përzgjedhur disa inserte për të qenë më ngrohtë dhe më të pranishëm nëpërmjet disa personazheve të realizuara nga ju në kinema. Regjia? Tashti, për hajër na qoftë. Sjar! Qaso! Sjar! Qaso! Sjar! Qaso! Sjar! Me dhe me ka veqo, po shireshin, a? Dhe pa shtu shishime! Po puseshin! Yeah! Me qilin sy e peti, more. Me këtë me gjam, apo me atë pa gjam? Me këtë me gjam. Kam pritur sot 2 orë. Çu bëre? Hajtë, ç'kemi? U bëre mirë? Unë mirë. Po ti bëre sa pas ke ndryshuar. Që ti bësh? Ndoshta dua ta bëj si një pyetje provokative këtë profesor. Kapedani është një prodhim i realizuar në periudhën e monizmit. Në vitet 70. Një film magjik, ju keni qenë publiku, nëse nuk e di me fjalë, 33 vjeç për të realizuar Kapedanin, Xhasulën. Po atëre, çfarë mesazhi përcjell sot Kapedani që shikohet dhe rishikohet, sidomos edhe nga brezi i ri që nuk e ka jetuar atë lloj kohe. Qindra herë rishikohet. Ti thua që kam qenë unë atëre 33 vjeç. Po. Po ta them pa modesti, unë edhe sot jam 33 vjeç. Tash i hym tek mesazhi që jep filmi Kapedani. Kapedani sot. Ai s'ka besim te gratë. Mirë, po sot dihet që gruaja është një fuqi e madhe e shoqërisë. Janë gratë të mrekullueshme, janë familjare të mrekullueshme, rritin fëmijë të mrekullueshëm dhe vetë janë të pastra nga ndërgjegja e tyre. Janë shumë të sinqerta. Dhe prandaj unë vetë personalisht, pavarësisht se kam lozur të kundërtën, dhe të them atë që është e vërteta, ndjej rrugës kur eci, ku takoj ndeshje me gra të ndryshme, të gjitha më shikoj me inat, sikur unë ju urrej. Unë faktikisht është e kundërta.
Mirë, po kjo më ka bërë një dëm shumë të madh. Aha. Sepse unë nuk kem Gjasullo. Unë jam Alberti. Po, normale. Ashtu, dhe këto duhet me vlerësoj mua si Albert. Në që se këto me vlerësoj si Gjasullo, atëre kanë të drejtë më urrejnë dhe mos më shikoj me sy. Po si Albert, duhet me duan të më përqafoj. Po, pa tjetër të duan, profesor Albert. Ju lutem të përgatisim profesorin ta shndrojmë nga artisti popullit Albert Veria në Gjasullo. Po. Që vete këtu arro prish dynjaja. Po jep. Çfarë dëshironi, Xhaxho? Ku jepin pensionet? Ktu jepen pensionet. A mund ta marrun pensionin? Po sot është e shtunë, nuk ndahen. Ashtu, ha? Po. Po ju kush jeni? Unë drejtoresha. Drejtorevice. Prandaj vjen punë qarap këtu. Nuk ka ndonjë burr këtu të merren veç? Jo, nuk kemi burra këtu. Ashtu, vetëm ju jeni këtu, ha? Sikur të kishe gjë në dorë, një 5-6 në këto do t'i varjan qengel. Ashtu, ha? Po mirë, më si t'ja bëj unë për... Ku je, Sullo, ku je? Ora, ku jam? Erdha këtu të marrë pensionin, o vito. Të marrë pensionin. Edhe unë me tension jam, Sullo. Sa e ke pensionin ti? Unë e kam 19. Shumë të madhe pas ke pensionin ti. Unë që kam për luftën dhe kam vrarë gjitha ta Gjerman, e kam 100.000 leka e kam. Unë 19 e kam. Sullo! Veqo folë. Kush është këtu? Gjasullo! E shëri! Për se nuk ka bati tensionin. Çfarë nuk matu? Tensionin! E më tensionin! Pensionin e më! Është e shtunë dhe pensionet nuk merren sot. Është pushim. Dali se flasun me këta. Mashallah, mashallah! Ja zek të qëftë! Ja zek të qëftë! Prit, Sullo, prit! Ku e ke shpinë të moshet Prit Sullo! Ja zek të... Kush më pyetër? Ore ti, ja zek të qëftë të bëjtjo! Më futë e murë këta nga Teresa! Po jo, Sullo, se kega e mirë, Sullo! Po... Tigane, plak matuf! Ja zek! Ja zek të qëftë! Dëgjoj, Peqo, ku të ndokur mustakin e majtë, ti do shikosh mullaqen e majtë. Dhe ku të ndokur mustakin e djetë, ti do shikosh mullaqen e djetë. Po, Sullo, po. Po këta të rritë, kënaqen me njëri tjetër, Sullo.
Që parë po putheshin të lokali. Po mjaftë që më mora Po me këtë shqyë betje, me këtë me gjam apo me këtë pa gjam? Me këta, me gjam. Ja zhjek të qoftë. E ti ja zhjek të qoftë. E bëj, Sulo, pse nxehesh bre? Do të zgjidh unë këtë problem. Më thirë këtu kopin të vi. Kë kërkon? Kopin! Kopi, Unë se e kopi! trasun. Ropi! Shokë Ropi! Piti! Urdo zemër! Hajde piti me hajde! Me thuj! Pitu! Po ku je, more Gjastullo? Po ku je, more shpiti nga najtë? Hajde, Ropi! Hajde, shpi! Amar Mali! Kemi luftuar! Ku je me Ku je Gjabekjo? Ku je me Ropi? Ku je? Ka qenë! Po dhe mua më ka Po përvallu! ku je, more Gjastullo? Ama të keqen shpirti! Me thuaj, problem ke, me thuaj! Jo të themun, erëta për të marrë pensionin! Ta marrësh! Dhe ju kushka nuk më dha! Të lutem, pushoj nga puna! Gjastullo, te lutem! Mos fal fjalë të renda! Te gjo, nuk e pushoj të bot. E kam dashnori. Qilo! Po pse? Kanë pushtetarë dhe shnore? E kërkon vendi punës. Po kjo është përshënësi, more! Kjo është përshënësi! Është qef! Nuk është qef! Po nuk është qef, është përshënësi! Me Një herë po ta provosh, gjithë jetën do ta kërkosh. Lere, banoj! Po që... Po të më të refundit! A ti! Po që me Sulo! Që po ti! Këtu! Sulo! 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 Gjastullo! Iku Gjastullo! Gjastullo! Kapi Gjastullo! Faleminderit shumë profesor. E mbaju. Artisti i popullit Abet Meria. Faleminderit që ishte me ne.